Imagjinoni pak, çdo vit miliona njerëz lënë çdo gjë pas për t'ju përgjigjur një thirrjeje që vjen prej shekujsh, një udhëtim që i transformon rrënjësisht. Po, ky nuk është një udhëtim do si do. Ky është haxhi. Dhe sot do të shpalosim hap pas hapi këtë pelegrinazh të jashtëzakonshëm, për të kuptuar së bashku thelbin e tij, pse është një nga përvojat shpirtërore më të fuqishme që ekziston. Gjithçka nis pikërisht këtu, me këtë thirrje hyjnore. Ky ajet nuk është thjesht një rregull, por duhet parë si një ftesë personale nga Zoti. Provoni të mendoni pak për peshën që ka kjo ftesë për një besimtar. Është një detyrë e shenjtë për çdo që ka mundësinë fizike dhe financiare, dhe pikërisht kjo ftesë i shtyn miliona njerëz të lënë rehatinë e shtëpisë për t'u përgjigjur. Mirë, ky është pra itinerari ynë shpirtëror për sot. Do të nisemi me përgatitjen e ihramit, do të shohim çfarë ndodh në luginën e Minës, do të arrijmë në pikën kulmore në Arafat, pastaj do të kalojmë te dita e sakrificës dhe do ta mbyllim me ritualet e fundit që e vulosin këtë përvojë të jashtëzakonshme. Atëherë, hapi i parë, ihrami. Ky është si të thuash pragu i gjithë udhëtimit. Ktu fillon transformimi i vërtet. Dhe nuk bëhet fjalë thjesht për të ndëruar rrobat, por për të kaluar në një gjendje të shenjtë ku bota materiale lihet pas dhe shpirti përgatitet për takimin me Zotin. Ihrami është një simbol vërtet i fuqishëm i barazisë dhe pastërtisë. Mbretër dhe njerëz thjesht, të gjithë veshin të njëjtën veshje modeste, duke hequr dorë nga çdo simbol statusi apo pasurie. Në këtë gjendje, haxhiu duhet të tregojë vetë për mbajtja absolute, durim të madh dhe një përqendrim total tek adhurimi. Pra, është një largim i plot nga gjërat e kësaj bote. Udhëtimi vazhdon. Në ditën e 8 të muajit të shenjtë Dhul-Hixhe, skena ndryshon plotësisht. Miliona pelegrin, një lum i vërtet njerëzish të veshur në të bardha, nisen drejt një qyteti të përkohshëm tendash që njihet si Mina. Kjo është dita e Tarwiya. Pra kjo ditë, e njohur si Tarwiya, është si një moment qetësie para stuhisë shpirtërore që pason. Është një ditë reflektimi. Haxhinët e kalojnë kohën duke u lutur dhe duke adhuruar, duke u përgatitur si mendorisht ashtu edhe fizikisht për atë që i pret. Ditën më të madhe dhe më të rëndësishme të gjithë pelegrinazhit. Tani, mbërrim në kulmin, në zemrën pulsuese të haxhit. Duhet kuptuar që dita e Arafatit nuk është thjesht një pjesë e pelegrinazhit. Për shumë arsye, ajo është vetë pelegrinazhi. Rëndësia e kësaj dite është e pamatshme. Nuk është egzagerim. Vetë profeti Muhammed ka thënë diçka shumë të thjeshtë por thelbësore. Haxhi është Arafati. Pra, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që pa këtë ditë, pa këtë qëndrim në këtë fushë, haxhi thjesht nuk vlen. Është shtylla kryesore, absolute e pazëvendësueshme e gjithë udhëtimit. Imagjinoni pak skenën, një det i pafund njerëzish, të gjithë të veshur në të bardha, qëndrojnë në diellin e nxehtë në një fushë të gjerë dhe i luten Zotit me përulësinë më të madhe. Kjo është një pamje që thuhet se simbolizon ditën e gjykimit, një moment vërtet i thellë introspeksioni, pendimi, por edhe shpresë të pamase. Dhe kur dielli perëndon mbi Arafat, një qetësi madhështore bie mbi turmën. Lëvizja fillon përsëri. Haxhinjet nisen drejt Muzdelifes, ku do të kalojnë natën në një qiell të mbushur me yje. Këtu, në këtë hapësirë të hapur, ata pushojnë pas intensitetit të ditës dhe mbledhin guralecët, mjetet për ritualin simbolik të ditës së nesërme. Nga qetësia reflektuese e Arafatit, kalojmë në ditën ndoshta më të ngarkuar dhe më komplekse fizikisht të haxhit, dita e sakrificës. Kjo ditë e 10 e Dhul-Hixhes, që përkon me festën mbar botërore të Kurban Bayramit, është një maraton e vërtet ritualesh. Pra, kjo ditë është një vorbul veprimesh me kuptim të thellë simbolik. Le t'i shohim me radhë. Së pari, gjuajtja e gurve që simbolizon refuzimin e skeqes, më pas vjen sakrifica për të kujtuar bindjen e jashtëzakonshme të profetit Ibrahim, pastaj ruajtja ose prerja e flokëve, që shënon fundin e gjendjes së shenjtë të ihramit dhe në fund kthimi në Mekë për atë që quhet Tawaf al-Ifada, një rrotullim kyç rreth Ka'bës. Vlen të përmendet që megjithse kjo është renditja ideale, ka një farë fleksibiliteti në praktikë. Pas ditës aq intensive të sakrificës, haxhi hyn tashmë në fazën e tij përfundimtare. Pelegrinët kthehen përsëri në qytetin e tendave në Mina për ditët e Teshrikut, të cilat janë ditë që i kushtohen për kujtimit të vazhdueshëm të Zotit. Ky ritual i përditshëm është një përkujtim i fuqishëm i refuzimit të profetit Ibrahim ndaj tuntimeve të djallit. Pra, çdo ditë haxhinjt gjuajnë nguralec në 3 shtylla, të voglën, të mesmen dhe të madhen. Ky nuk është thjesht një akt fizik, është një riafirmim i brendshëm, një zotim personal për t'ju bindur Zotit dhe për të refuzuar çdo formë të së keqes në jetë. Po,
Këtu haxhinjt kanë një zgjedhje. Ata që dëshirojnë të nxitojnë, mund të largohen nga mina pasi të kenë kryer gjuajtjen e gurëve në ditën e 12, ndërsa ata që zgjedhin të vonohen, qëndrojnë edhe një ditë shtesë për ta kryer ritualin edhe në ditën e 13. Të dyja opsionet janë plotësisht të vlefshme. Dhe kur të gjitha ritualet në mina kanë përfunduar dhe valixhet janë bërë gati, mbetet ende një akt i fundit, trejet thelbësor. Përpara se të largohen nga qyteti i shenjtë i Mekës, haxhinjt duhet t'i bëjnë një nderim të fundit shtëpisë së Zotit. Ky është momenti i lamtumirës, i njohur si Tawaf al-Wada, një rrotullim i fundit rreth Ka'besës, i mbushur me një përzierje emocionesh. Ka trishtim për largimin, por ka edhe një mirënjohje të thellë dhe lutje që ky haxh të jetë pranuar. Është, si të thuash, vula përfundimtare e këtij udhëtimi të jashtëzakonshëm shpirtëror. Dhe ja, me këtë akt, cikli mbyllet. Nga thirrja e parë deri te lamtumira e fundit, haxhi ka përmbushur një detyrë themelore të besimit, duke përfunduar kështu një udhëtim që padyshim i transformon jetën. Dhe ky është premtimi, shpërblimi përfundimtar i haxhit, një pastrim i plot shpirtëror, një fillim krejtësisht i ri. Mendoni pak për mundësinë për t'u kthyer nga një udhëtim i pastër nga të gjitha mëkatet e skaluarës, tamam si në ditën e parë të jetës. Ky është motivimi më i fuqishëm për miliona njerëz që ndërmarrin këtë pelegrinazh të vështirë, por pafundësisht shpërblyes. E gjithë kjo na çon një pyetje të thellë. Në një botë plot me udhëtime dhe eksperienca, çfarë bën një pelegrinazh kaq transformues saqë arrin të premtojë një rilindje të plot shpirtërore? Ndoshta përgjigjja qëndron pikërisht në fuqinë dhe misterin e haxhit.